Shesheru dëgjohet sëri, si e hon që vjen nga gjdo shpi. Varshojnë protestuesit me mendimet e tyre, duke kërkuar të dëgjohen fjalët të qytetarit. Flamuri valvitet mbi tun, dërsa zemrat rahim për një të nesër me më të mirë. Jo me urrejtje, por me shpres, jo me përsjarje, por me bes. Në ditët që po kalon vendi, çdo zë kërkon vendin e vet. Disa kërkojnë drejtësi, të tjerë më shumë kujdes, por të gjithë duan të dëgjohen me respekt. Shqipëria ka pas shumë stuhi, por gjithmonë ka gjetur forcën të ecë përpara. Dhe sot me zërave të shumt betet një dëshire për bashkët, ta shohim vendin më të fort, më të drejtë dhe më të bashkuar.